me që një kompani i merr 3.2 milion euro tenderin e ujësjellësit në 2 anë, kur ne me 1.8 milion, syll të kujtohet që 1.8 milion euro ka qenë tenderi i ujësjellësit në Vushtrri, kur e kemi kryer na 70% familjeve, tash është 3.2 milion euro për 20% të familjeve. Dhe kur sheh që një kompani tjetër e njëjtë qytet e merr banesat e bardha, një kompani e njëjtë qytet e merr parkingun, kjo kompani tjetër e merr tregun dhe është po ashtu konsorcium për 5 milion euro në asfalt, atëherë sheh që përkon është të punu qyteti jot. Përkon është të punu Vushtria. Dhe kjo është pyetja që qytetarët e Vushtrisë po e kërkojnë. Janë 16 milion euro tender publik që po kryhen keq, ashtu siç shpjegoi Xheva. Parkingu nën toksor 3.2 milion euro. E ka mbyllur rrugën kryesore, e ka ndarë qytetin në dysh, ka ndërtuar disa lokale që kryetari aktual po i negocion për vota me qytetarë të ndryshëm. Është po ashtu i ndartuar keq sepse imagjinoni, këtë qytetarët e Vushtrisë e din kushtrim. Veç në Vushtrri ky ka qenë si më thon terreni i sheshit, parkingu është çështu manalt, një 40 cm mi shesh. Domthonë nuk ka inxhinier në botë që kish me pranu këtë punë që është bërë në parkingun në toksor në Vushtrri, sepse është bërë keq teknikisht, por nuk kanë çare pa e pranu. Se s'kam bërë asnjë vrejtje. As çare s'kam pa e pranu. Po flasim për vetëm po jap edhe këtë dhënë për qytetarët e Vushtrisë. Përveç që kemi bërë publike që në tenderin për parkingun në toksor një karrike që është vendosur shesh ka kushtuar 5.000 euro. A dini sa kushton larja e pllakave në shesh? Me kontratë. Për gjithë qytetarët e Vushtrisë, 112.000 euro është pozicion në kontratën për sheshin në Vushtri për mi pastru pllakat. Si 112 milion? 112.000 euro. 112.000 euro? 112.000 euro. Një herë mi pastru mëre? Veç mi pastru që ato pllaka, kur të lahën, 112.000 euro është vlera. Absolutisht, vetëm nëse më jep 1 minutë kohë, do ta gjej pozicionin. E gjeta. Të lutem kamera le ta fokusoj. Këtu është shuma, ju lutem. Sa është kushtrim? 112.056. Çka po shkruan këtu? Punët e pllakave terraston ekzistuese të sheshit pas heqjes së pllakave ekzistuese sipas pozicionit 202, pllakat që nuk janë të dëmtuara duhet të pastrohen nga ilaçi dhe mbeturina, pastaj të pastrohen dhe polirohen sipas normave, të njëjtat duhet të paketohen, të sillen punishtë dhe të montohen sipas udhëzimit. Po e lexova. 112.000 euro është në kontratën për ja, ky është momenti që duhet pala tjetër që duhet ta sepse këtë nuk mundet me dhënë përgjigje, për që ta ikaj se nuk vjen. Nuk e di nëse e patët për ujin. Po për ujin edhe për disa